Një nga veprat më të njohura të teatrit shqiptar, komedia Pallati 176 u soll me sukses në skenën e Pallatit të Kulturës në Lezhë. Këtë herë jo nga aktorët profesionistë, por nga nxënësit e shkollës Beslidhja, në drejtimin e mësueses Alketa Bejtja. Skena u gjallërua nga interpretimet e Ester Pulaj, Brian Pasha dhe Patrik Zefi, të cilët sollën me pasion dhe përkushtim personazhe që dikur janë skalitur nga emra të mëdhenj të teatrit shqiptar. Rivendosja në skenë e kësaj komedie klasike ishte një sfidë më vete, për shkak të peshës historike që mbart dhe pritshmërive që ajo ngjall. Megjithatë, nxënësit ja dolën të sjellin një performancë dinjitoze që emocionoi dhe argëtoi publikun. Sollëm në Lezhë me shumë sukses Pallati 176. Këtë komedi që është maja e Olimpit të humorit shqiptar. Nga kursi i teatrit të shkollës Beslidhja u përgatit për 2 muaj rresht kjo komedi, që kishte dhe ato vështirësitë e veta, sepse mosha e tyre relativisht e vogël nuk përkonte me moshën e personazheve, gjithashtu ata sollën përpara spektatorit lezhian një realitet që nuk e njihnin. Aktorët e rinj, Ester Pulaj, Brian Pasha dhe Patrik Zefi, thonë se ka qenë një përgatitje e gjatë për të vënë në skenë këtë komedi. Normalisht për moshën tonë ka qenë pak e vështirë, po me punën tonë paloshme, si edhe me mbështetjen e Zushës, arritëm të korrim një sukses të madh sonte. Nuk mund të them se mundi për me bë veten si një aktor konkretisht. Ishte ka vështirësitë e veta për me bë lëvizje të zonë dhe shumë gjëra të tjera, por e rëndësishme është, gjëja më e rëndësishme është që u kënaq publiku, gjithë qeshin na duhet të fitën dhe pse jo që të bëjmë një aktor në top. Ishte pak e vështirë, po ishte edhe pjesë shumë e mirë. Që ishte një rol shumë të rëndësishëm, ishte pjesë të vështirë, ishte edhe pjesë shumë qesharake. Mendoj se kjo do jetë një eksperiencë shumë e paharrueshme. Publiku e priti me entuziazëm shfaqen, duke shpërblyer interpretuesit me duartrukitje të vazhdueshme, ndërsa ky projekt teatror vërtetoi edhe një herë se arti ka fuqinë të qëndrojë gjallë kur i besohet brezit të ri.